mbrime në një pikë tjetër të rëndësishme, besoj, që mua më troqi vëmendje në Zoti Hoxha, fakti shqiptarët mbinë tani, në vendet ku diskutohet për drogë, mbinë kudo ku ka drogë. Si ka mundësi që ka shqiptarë? Në fillim të muajit, maj policia spanjolle përmbylli një operacion ndërkombëtar që çoi në sekuestrimin e sasisë më të madhe të kokainës kapur ndonjëherë në Europë. Bëhet fjalë për një ngarkesë që shkon deri në 40 ton. U kap në një anije në ujërat e Oqeanit Atlantik nisur nga Sierra Leone. Tani, çfarë është ky operacion dhe kush janë trafikantë që kanë organizuar trafikun e kësaj gjëje kaq të madhe? Dhe pyetja pastaj shkonte, a ka grup shqiptarësh aty? Ç'është kjo njëherë dhe pastaj? Ky është operacion që në fillim më mbajti fshet, sepse u bën në ujërat e Oqeanit Atlantik, në atë që quhet si briri i Afrikës. Kur anija e nisur në Sierra Leone në 22 prill, ka qenë duke hyrë në një qytet të Saharas perëndimore, kanë ndërhyrë trupa speciale të policisë spanjolle, kanë ndërhyrë në anije, sepse nëse ajo do të hynte pastaj në territore tjera, ata e kishin të vështirë të ndërhynin. Kanë ndërhyrë aty, e kanë tërhequr pastaj anijen, e kanë detyruar të futet në portin Las Palmas në Gran Canaria, dhe aty brenda anije kanë gjetur njerëz të armatosur dhe ka qenë një grup për 6 veta që ishin aty si skuadra për ta mbrojtur ngarkesën, sepse prandaj ngarkesa ka qenë madhe. Sigurisht që ngarkesa ka ardhur nga Amerika Latine dhe përdoren portet e Afrikës, sidomos aty xhirit të Afrikës, janë disa shtete aty që kanë të lehtë, sidomos për ngarkesat e mëdha, ti kalojnë aty, dhe sapo i afrohen Europës, ose nëse hynë në mesdhe, e shpërndajnë pa ndaluar, pa shkuar anija në destinacion, fillojnë dhe shpërndajnë ngarkesat e kokainës në anije më të vogla. Me sa duket, kjo formë është zbuluar, dhe këtë radhë është vendosur që ndërhyrjet mos bëhet mbasi shpërndahen ngarkesat, ngarkesa më të vogla, se do më shumë kohë, do më shumë njerëz, dhe nuk i kap do të gjitha ngarkesat, por ka ndërhyrë që kur anija ka qenë në Oqeanin Atlantik. Ka patur informacion para prak që është ndërhyrë, prandaj ka qenë sigurt, është operacion që i kombinuar është de amerikane, sidomos për ngarkesa të tilla, janë autoritetet hollandeze dhe autoritetet spanjolle kanë vepruar sepse kanë dyshuar që zbarkimi i kokainës, pjesa më e madhe do të ishte e destinuar për portet spanjolle. Destinacioni i anijes është për Bengazi, pra në Libi, por nga hajtimet që kanë bërë, sepse në moment kjo lloj ndërhyrje ka këtë gjë. Nuk të lejon ty të çosh, të shkosh te pricit. Ti kap marinarët, 23 vjeç që janë anije i kanë kap ata, përfshirë Filipinasit, ata do shkojnë gjithmonë në Kovtuja, si punë e KPP se kishin dhe këtu. Ata do ta pagojnë faturën në atë rast, por nga hajtimet e mëvojshme ka rezultuar që të shpeshuar ngarkesa, është vendimi i gjykatës spanjolle, dhe ngarkesa është diku te 30.216 kg, dhe ata e kanë vlerësuar me 812 milion euro, që i bie diku te 26.000 euro kilogrami, zakonisht për këto ngarkesa që cilësia shumë e lartë e kokainës. Dhe si duket nga përgjigjet që ata kanë bërë. Çfarë ka ndodhur? Se momentin e parë, në media thashë mbajt sekret, diku nga data 5, 4-5 kanë dalë lajmet e para, dhe nuk merri vesh kush e kishte organizuar këtë ngarkesë. Ishte ngarkesë shumë e madhe për tregun e prandaj thash përbën dhe rekord. Më mbrapa hetimet ose më saktë kanë filluar të dalin pak nga pak në media se kush është përfshirë aty. Dhe është një term që përdoret si mokro mafia, ose më saktë mafia marokene, e cila kontrollon kryesisht portet e vendeve të ulta, Belgjik dhe Holland, por ata përdorin pastaj portet spanjolle, portet gjermane, Hamburgun, Marokun, në rastin konkret, i dyshim para prakësh që dhe prandaj është ndërhyrë në pa lejuar anijen të futej në detin mesdhe, sepse është patur frikë që ata marokenët mund të ndërhynin dhe ta merrin ngarkesën që në ecje, që në lundrim të anijes, pa shkuar ai në destinacion. Dhe përfshirja e marokenëve nuk është kjo ngarkesa e parë, pra kaq e madhe, po kjo është e para që është kapur.
ka dëshmuar që, se mos në vitet e fundit, marokenët janë shumë të rëndësishëm, janë aktorë më të rëndësishëm për trafikun e kokainës, por gjëja që është vërejtur, bashkë me marokenët janë shqiptarët, se mos në vendet e ulta, po ashtu edhe në Spanjë, po ashtu edhe në Dubai se rrim bashkë, në Marok kanë bërë veprime bashkë, duke përdorur dhe territorin afrikan, prandaj kokaina nuk ardhur direkt nga Amerika Latine, po ka ndaluar një herë në Afrikë dhe nga Afrika pastaj është tentuar të futet në Mesdhe. Nga time deri tani më rezulton që bashkë me marokenët, aty janë dhe të paktën 2 grupe shqiptare, të cilët kanë financuar ngarkesën. Ngarkesa kaq të mëdha bën që disa operatorë të bëhen bashkë në blerje, bëhen aksionerë të ngarkesës. Është një grup që merr përsipër të bëjë transporti, një organizatë e madhe, e cila përdor ka linjat e transportit, pastaj të tjerët, momentin që ajo zbarkon, secili shkon e merr pjesën e vet. Gjë që ne kemi parë në dom tashmë nga gjitha timet që janë bërë, se nuk kemi parë në një ngarkesë të vetme ta marrë përsipër një grup i vetëm, sepse kosta është shumë e lartë, plus edhe kosta e transportit po ashtu dhe risku bëhet shumë e madh nëse ti e bën vetëm. Nëse ti je një grupi, pra janë disa grupe të cilat marrin përsipër financimin e ngarkesës, edhe nëse ajo kapet, dëmi do të jetë gjithmonë më i vogël. Në këto hetime, njëri nga grupet rezulton që aktualisht është në Shqipëri, sipas hetimeve që bëjnë autoritetet spanjolle, por kam përshtypjen që DEA amerikane që në momentin kur është nisur ngarkesa ka patur një informator sipas të dhënave deri tani dhe ai ka ndihmuar për të bërë të qartë se kush i përfshirë në këtë ngarkesë, dhe pse ngarkesat duhet kapur që në oqean dhe nuk duhet lënë që të hyjë në Mesdhe ose t'i afrohet Marokut. Shqiptarë këtu thamë. Janë 2 grupe që janë të përfshira tek ky 40. Ndërkohë një operacion tjetër i përbashkët i policisë kombëtare të Ekuadorit dhe Europolit kanë çuar në goditjen e një organizate të trafikut ndërkombëtar të kokainës në lidhje me struktura kriminale shqiptare dhe polake. Operacioni i koduar Grand Phoenix çoi në arrestimin e 18 personave mes tyre shtetësi shqiptar Plumdaci dhe një shtetës polak. Çfarë roli kishte shtetësi shqiptar? Cili ishte aktiviteti i tij dhe sa sasi e kokainës ishte trafikuar, sepse vazhdimisht dalin njerëz të rinj, emra të rinj të gjitha. Ti nisë që në momentin që bëre pyetjen e parë që pse shqiptarët janë te kokaina. Pra kjo është pse shqiptarët janë bërë target i sulmeve në mediat ndërkombëtare. Unë thash marokenët janë parët aty, nuk janë shqiptarët. Tek ngarkesa. Pra ata që janë kryesorët, që kanë marrë përsipër janë marokenë. Por shqiptarët punojnë me marokenë. Në ngarkesa flas gjithmonë kaq të mëdha. Nuk është se shqiptarët nuk kanë bërë ngarkesa 2 ton, 3 ton, deri tek 16.8 ton është ajo e Hamburgut, që është ngarkesa më e madhe. Ku rezulton që kanë qenë shqiptarët e përfshirë direkt. Në rastin konkret, ajo që bën përshtypje, se ky është operacioni i vonë, nëse i pari ishte në 1 maj, pra 2 muaj përpara, dhe tani u deshën 2 muaj që dilnin shqiptarët aty.